Përshëndetje, kudo që jeni. Sot dua të trajtoj disa tema të ngjeshura në një masë të madhe të volum të ndryshëm, domethënë si zakonisht, siç e kam zakon me një rrjedhje të çështjeve të ndryshme të cilat na preokupojnë për ditë ose të cilat janë fakt pjesë e kryetitujve të botës, por që në realitet ka një gjysmë mesazhi, por edhe gjysmë pyetje në anën tjetër. Se çka është ndodh në botë, pse po ndodhin ngjarjet e tilla, pse kemi një, si themi, unë e quaj rrezikshmëri ose pasiguri e shpërndar. Domethënë përpara, nëse për ata që kanë lind vitet 80-ta, që unë jam një ndër ta, edhe që kemi përjetuar krizat e viteve 90-ta, e jemi mësu ta kemi, si themi, një farë lloj, ku ka ndodhur një krizë, ka ndodhur kriza ashtu, e përturpshme edhe fizikisht një ka qenë, ta zojmë kriza e dinarit, hiperinflacioni edhe zhvlerësimi i dinarit në vitet 92-93. Për ata që e mbajnë mendat për ju, ka qenë me të vërtetë drastike për shkak se i ka godit njerëzit në xhepin e tyre. Po në anën tjetër kishim edhe luftën në Bosnjë, për shembull. Kishim luftën në Kuvajt edhe Irak, po këto ishin gjepa të cilat përbënin një masë të një krize të vetme, nëse ka kuptim. Pra mund kishte një farë lloj sistemimi të krizave. Në anën tjetër mund kishte edhe një farë lloj të, si themi, pritjes. Pritjet ose expectations, siç njihen në anglisht, ishin më të mëdha. Për shkak se pozicionimi që bëj në atë kohë geopolitik ishte shumë më i thjeshtë. Komponenta politike e sillte në atë mënyrë një entitet ta zojmë ish Jugosllavia, Iraku si komponente që ishin atë kohë, edhe kriza monetare globale viteve 90-ta. Pritej, për shkak se pritej që Jugosllavia do të shpërbehej, sepse Serbia ishte sundimtare, do të dominim me forcë të konfederatës atëhershme, përderisa Saddam Hussein të njëjtën e bënte edhe në Kuwait në vitin 86-87 deri në 91, kur edhe e sulmoi Kuwaitin, në ndërkohë që ai shtypte popullsinë e vet, helmonte popullsinë e vet, njëjtën gjë që bënte kasapi Ballkanit në Kosovë dhe në Bosnjë atë. Pra, nëse e marrim shablonin e sotëm, rrethanat e sotme që kanë ndodhur sot në botë dhe e replikojmë atë dhe kthehemi tek 90-tat, volumi, intensiteti, dinamika e krizave të 90-tave nuk është askund afër ku jemi sot, për shembull. Edhe tash lind pyetja, po çysh është e mundur na sot me qenë, si themi, më komod në akseptimin dhe pranimin e këtyre krizave, e këtyre mini krizave, edhe ose këtij ekosistemi të ri të pasigurisë së shpërndar ose dispersed uncertainty, siç e quajnë, edhe prapë jemi normal. Si themi, jemi insane or sane. Është vetëm dy shkronja ndajnë çmendurin prej normalitetit, në anglisht insane ose sane. Pra, sot ndjehemi sane, përderisa rrethohemi për një ekosistemi që është totalisht i çmendur. Janë shumë komponente që dua t'i trajtoj. E para është presionet që vijnë nga si në aspektin politik të brendshëm të çfarëdo lloj vendi, por edhe të entiteteve të mëdha. Tashti duhet të bëjmë kategorizimin, sepse diskriminimi në baza shtetnore sovraniste është tepër i madh. Në Kosovë me 1.6 milion banor, me një BPV prej 11-12 miliard dollarëve, i ka të njëjtat kompozicione të, si themi, sistemike të krizës, edhe delikatësia
e krizave është e njëjtë sikur në Amerikë. Nuk është e çuditshme për shkak se të rinjt tanë ballafaqohen gati si me të njëjtat sfida, ambicia, aspirata sikurse amerikanët, përveç se amerikanët e kanë infrastrukturën edhe e kanë një farë bazamenti material që t'jenë shumë më afër arritjes së këtyre aspiratave ndjenjave, por çka është duke ndodhur në mesin e të rinjve amerikan edhe të rinjve evropian është që dislokimi i vëmendjes është tepër më i madh, për shkak se masa e presioneve dhe pritshmërisë ndaj tyre është tepër më e madhe. Prindërit amerikan në moshën 18 vjeçare fillojnë presionin ndaj fëmijëve të tyre në mënyrë që t'i shtyjnë ata të bëjnë më shumë, gjejnë punë, gjejnë akomodim për vete, si themi të ratohen jetën e tyre, pa i mendu konsekvencat ose pasojat që mund të krijojnë ato nëse i shtyjnë fëmijët në drejtim. E flas edhe prej natyrisht experiences personale, por unë dhe me thonë veç sa për qartësim, çdo gjë që dua të flas, e flas me plot, si themi, me plot kuptim në aspektin që e përjetoj vetë, e kam përjetu ose e kam përjetu vetë, edhe nuk është vetëm, si themi, mësim teorik ose lexuar akademik etj. Pra, ky presion është tepër me dinamik, është tepër më vizual, është më tepër ngarkues ndaj të rinjve në vendet ku të mijat materiale më të mëdha se sa në vendet që janë në zhvillim e sipër, por prap është e njëjta vijë ku presioni vije pikërisht nga struktura sociale. Në Rusi, Putinin e mban në pushtet pikërisht kjo struktura sociale e cila është e ndërlikuar për të kuptuar ose e ndërlikuar për ta mendu, për ta menaxhu disi, ose për t'i dhënë një farë lloj kuptimësie, por është reale. Do të thonë është ekosistemi i brendshëm social, kërkesat e të rinjve, kërkesat e prindërve të rinjve, kërkesat e fëmijëve të prindërve të rinjve, kërkesat e shoqërisë të fëmijëve të prindërve të rinjve, kërkesat e politikanëve lokal, të cilët janë pjesë e shoqërisë domethënë fëmijësisë, edhe janë prindër vetë. Në anën tjetër janë edhe objektivat politike të atij vendi, politizimi i tejskashëm i masës popullore, e cila është mbështjellur me atë farë komponenten historike të luftrave të kaluara ruse, të si themi glorifikimit të historisë ruse deri në atë masë që është krijuar një farë lloj iluzioni që Rusia me të vërtetë është mbi fuqishme, është tej fuqishme, është do të thonë bizotruese e aftësive të mëdha teknologjike, avancimeve të mëdha ekonomike, sepse ka naftë, ka gazin, eksporton në botë. Pra, kjo është ngjizur në popullatën ruse. Është ngjizur në historinë, në literaturën që është lexuar dhe natyrisht është sikur një farë lloj telekomande që vjen nga elita politike ruse. Kjo nuk është pse unë marr anë sepse i përkas perëndimit ose besoj në vlerat perëndimore, por ky është një realitet i cili gradualisht populli rus është duke u kuptuar me kalimin e kohës, por mos harrojmë është edhe një pjesë tjetër sepse dua të tërheqë paralele. E njëjti ekosistem ka ekzistuar në Serbinë e kohës Miloševićit, edhe pas Miloševićit, edhe ekziston tamam edhe sot. Por nuk është vetëm Serbia vetëm. Janë edhe shumë vende në Ballkan. Edhe ne në Kosovë kemi deri diku një mas të asaj farë lloj glorifikimit ose vetë glorifikimit, por te ne është i justifikueshme deri diku, për shkak se ne kemi nevojë për këtë glorifikim dhe kemi nevojë për këtë vetë konfidencë në mënyrë që të arrisim pak esencën e vetë fuqizimit, sepse ndërvarësitë dhe varësitë që kemi pas historikisht si shqiptarë në Kosovë veçanërisht, kanë qenë të mëdha. Kanë qenë të mëdha për shkak se nuk kemi pas shtet toni, nuk kemi qenë sovran të pavarur, nuk jemi lejuar t'i vetë menaxhojmë aferat tona. Jemi në një instancë tashme ku jemi më të fuqishëm, e kemi rrugën përpara të trasuar, por kërkohet një farë lloj, si themi, një farë lloj storyline, një farë lloj storie, një farë lloj ideje se ç'është duhet me treguna, ç'është duhet me ndërtu këtë tregimin tonë.
nuk është vetëm me punu fizikisht ose me ndërtu rrugë, me ndërtu fabrika, me sjellë investitor, me prosperu vendin. Po, kjo është shumë e rëndësishme. Por në anën tjetër është edhe sistemi strukturimi emocional, mental i njeriu të Kosovës në mënyrë që të ndjek atë rrugën e trasuar në të cilin jemi përcaktuar. I njëjti ekosistem është në Itali për shembull. Shkoj shpesh, e shoh. Ka një farloj përhumbje brenda vetë sistemit. Njerëzit nuk e dinë se kujt i përkasin e çka i përkasin, ose nuk duan t'i përkasin asgjë. Fatkeqësia më e madhe unë mendoj është kur një individ qytetar një vendi dihet që nuk i përket asgjëja në kuptimin shoqëror human, nuk po flas në aspektin politik. Shoqëror human të familjes, të strukturës shoqërore, atëherë të aspekteve ekonomike, atëherë vijnë politike etj. Pra ka një farloj përhumbje për shkak se pikërisht tek ajo ideja e çka është duke ndodhur i ka overwhelm kuptimin fundamental njerëzor, i ka bërë njerëzit të ndjehen që janë të mbingarkuar, të imbushur me jo vetëm informata, por me copëzat e influencave, me paranoj, me iluzione, me deluzione, me shumë komponente tjera të cilat e përbëjnë individin kompleks të sotëm. Absorbimi i madh i lajmeve, absorbimi i si themi me tendenca për t'i kalu gjitha kufijtë normales, me informacione të cilat ndoshta fundit, unë besoj që 90% e asaj që absorbojmë në aplikacionin TikTok, në Instagram, edhe në YouTube, edhe në Facebook, në media sociale, gjithandaj duke përfshirë edhe televizorin, janë të panevojshme. Janë në fakt të panevojshme, sepse nëse unë vetë kam bërë këtë matje, kur për një javë gati rresh gati, 5 ditë të punës, pasi e lash punën në vitin 2020, kohën e para pandemisë, disa ditë para pandemisë, bëra një test edhe fillova t'i shënoj ekspozimet kryesore që i bëj në media sociale. Edhe nxjerra në një konkluzion që në fakt për të gjitha atyre ekspozimeve vizuale që kam pas, ku jam shku në Instagram, ku kam shku në TikTok ose Facebook, faqe që i kom vizitu, njerëzit që i kom bo like ose që i kom bo i kom komentu, rrallë herë i komentoj njerëzve në faqe, por kur i bëja atë gjë e tilla, edhe erdha në konkluzion që në një të premte aty, edhe erdha në konkluzion që në fakt 90% e gjithë këtij aktiviteti ka qenë edhe i panevojshëm, po dhe i padobishëm në kuptimin që nuk më ka pasunu emocionalisht, nuk më ka vërfru materialisht, ose anasjelltas. Pra, është më tepër si themi self-inflicted, ose vetë lëndim që ja bëjmë në vetës, për shkak se duam të jemi duam të jemi në rrjedha, edhe duam të absorbojmë në masë të madhe informacione, për shkak se ndjehemi se mbetemi të jashtëqitur, domethënë, kuptimin jemi jashtë sistemit, jemi jashtë asaj që duhet ta dimë, jemi jashtë rrjedhave, jemi jashtë normalitetit, sepse 100% e botës merret me këtë punë. Kjo na çon te një pikë shumë e rëndësishme, për shembull, ku unë flas çdo ditë në lidhje me tregjet, pse i nxjerri tregjet si aspekt i rëndësishëm i përditshmërisë tonë, për shkak se na jep një farlloj orientimi në kuptimin se tregjet janë sentimenti i asaj që ndodh në botën e përditshme. Për shembull, storia e sotme që më prekupon sot, për ditën sotme, është natyrisht është imponimi që Amerika po ja bën Indis, dhe njëjtin model të imponimit siç ja bëri Britanisë së Madhe para 7-8 muajsh, para nënshkrimit të marrëveshjes tregtare, ku i kërkohet industrisë indiane, por edhe fermerëve indian të absorbojnë një masë më të madhe të agroprodukteve, kulturave, bimorave, misrit amerikan.
shembull qohet kongresist amerikan, mu në mesin e parlamentit amerikan dhe thotë që asni bile një kaci misër nuk e kam blej indian për neve. Dhe me thonë, qysh nuk është kjo rëndësishme për ne, pa marrë parasysh si Kosovë, si Shqipëri, edhe t'jesht nuk e din, Greqia, Turqia, çfarë do lloj vendi tjetër, është e rëndësishme. Për shkak se ndërlidhja është asimetrike, por efekti është simetrik, edhe është real, edhe do të bëhet real më rreth javëve, muajve, për shkak se nëse ke rritje të masës së eksporteve amerikane, produkteve agrikultore amerikane në Indi, në fakt çka do ndodh, do e rikategorizoj të gjithë industrinë bujqësore, gjithë agrikulturën indiane, për shkak se shumica gati 300 milion fermer indian, ndoshta është me dyshim nëse 100 milion do të mbijetojnë nga puna atyre në agrikulturë. Kjo nuk është që ka ndonjë efekt direkt në xhepin tënd ose në ekonominë tënde, por do të ketë një efekt asimetrik për shkak se do të ndikojë në mënyrën se si shtjellohen kontratat e ardhshme eksportuesi Kosovës, me importuesi Shqipërisë, vis-a-vis në relacion me agrikulturën amerikane. Sepse demet sot jemi mësu të kemi një një sistem, një ekosistem tregtar të lirë brenda termave të globalizmit. Globalizmi ka thënë që ne nuk duhet kufi, duhet kemi liri, sikur CEFTA që përdoret në Ballkan, nuk duhet ketë kufi, nuk duhet ketë limite, nuk duhet ketë kufizimet, madhrave, shprehjes, lëvizjes etj. Edhe vendet e varfra që për një kohë gjatë ishin duke vuajtur shumë, një ndër to ishte Kina. Kina ishte 102 vend për ka zhvillimi ekonomik në vitet 70-80, sot është e para. Ky imponim, ky ndryshimi arkitekturës nëpërmjet tarifave e arkitekturës tregtare globale është i rëndësishëm për gjithë ne, sepse duhet na prekupoj, sepse fundit është edhe derivati asaj i ushqimit që duhet ta kemi në tavolinë, i planeve që duhet i bëjmë në si ndërmars, i projeksioneve dhe politikave qeverisëse që duhet i bësh ti si politikan ose politikane. Pra, efekti është multidimensional. Në anën tjetër kemi Argentinën, për shembull. Argentina sot është në krizë ekonomike brenda 8 muajve prapë ju rikthy, pa marrë parasysh që presidenti Milei arriti ta ul inflacionin, edhe t'i ul normat e interesit bukur në mënyrë drastike, por prapë për shkak se Argentina si një ndër pjesë më të rëndësishme të ose sistemi më i rëndësishëm Argentinas për pasuruar, për të mbijetuar është Forex-i, është marrja me deviza ose me shkëmbime valutore. Edhe ata e luajnë shumë devizën e dollarit, ka shi pesos argentinase. Kursimet shumica e argentinasve i shndrojnë në dollar. Margjinën që fitojnë në shkëmbimet e përditshme, të përrrugshme, bëhen nëpërmjet pesës dhe dollarit në si themi në frekuenca që nuk shihin askund përpost në foreign exchange, gjepat edhe zyrat e agjencitë e shkëmbimeve valutore në botë. Pra është një ekonomi dinamike shumë e fokusuar në shkëmbimet valutore, e sidomos dollarin e kanë për bazë si busull kryesore. Tashme janë në një pikë ku masa e madhe e kursimeve është mbyllur në dollar, dollari qëndron në Fed, edhe populli tashme po don me shpenzu në peso, për shkak se masa e vogël e inflacionit ju ka kriju konsumatorit Argentinas një perceptim, por edhe një realitet tjetër që ata duhet ndjehen më konfident për ta përdorur valutën e tyre kombëtare peso, edhe ta braktisin dollarin, ta lënë dollarin të merr të jetë pjesë e sistemi superstrukturës monetare, fiskale, qeveritare etj. Edhe njerëzit filluan e blejnë atë story.
E blen sepse ju shit mbarë mirë nga Milei, sepse ai ju dha karrotën që ju dha, tha që shikoni, unë jam duke reduktu mas të madhe të shërbëzve civil, jam duke heq një pjesë të madhe të djamit byrokratik në agjencinë atje edhe po i kthej paranë dhe dignitetin juve si konsumator si Argentinas. Edhe kjo mbrenda 8 muajve funksionoi, por tashmë peso ka filluar ta humbi vlerën e tregut në Argentinas. Edhe konsumatori çka bën? Konsumatori ndërmarr masa që ta zhvendos vëmendjen nga përdorimi i pesës për ditë, edhe të filloj ta rimarr prap ripozicionoj veten me dollarin. Edhe në kursime, edhe në shërbime, edhe në shpenzime e tjera. Edhe kjo e ka bërë pamundur Bankës Qendrore Argentinase që ta furnizoj tregun me dollar mjaftueshëm, për shkak se në Amerikë ja ki kthyti dollarin që e ke shpenzuar, që e ke kursy, ajo që ndron në rezervat e Fedit, edhe tashti për me e marra dollar ti dush me blen. Scott Bessent, Ministri i Financave Amerikan, thot që ne do ta ndihmojmë Argentinën me 40 miliard dollar cash injektim. Kjo është bukur e madhe e pa precedent. Kur historikisht përveç planit Marshall në vitin 45, 50 që është realizuar me ndihmën e bankierëve dhe sistemit bankar financiar amerikan për ta ndihmuar Evropën të ringjallë, por në fakt që Evropa u ringjall në vitet 60 dhe kuptoi që në fakt Evropa është në fund deri te hunda ndaj Amerikës, por fundit u ringjall Evropa, u arrit ajo paqja përhershme që deri më sot e ka mbajtur deri diku ose deri në luftën e Bosnjës dhe Kosovës e ka mbajtur diku, po prapë kemi pas gjakderdhjen mas luftës së dytë botërore në Evropë. Por ishte pikërisht plani Marshall, ai projekt që ndihmoi Evropën në rimëkëmbje. E njëjta precedencë përdoret nga presidenti Trump për ta shpëtuar Argentinën për dy arsye. Por është ideologjike sepse don një sukses të djathtës Argentinase edhe globale në Argentinë. Edhe në anën tjetër është justifikim, sepse mos harron e përdorsin tampon zonë dhe si zonë lancimi për testet ndryshme që mund të aplikohen edhe në Amerikë. Mos harron, sot e kemi mbylljen e qeverisë në Amerikë, edhe gati 700.000 shërbëtor civil nuk paguhen me masa ekzekutive të veçanta. Presidenti Trump ka vendosur që t'i paguajë policët ata të rendit, njerëzit të rendit edhe ushtrinë, por të tjerët janë të pa rroga sot. Edhe kjo është valë natyrisht e ndryshimit të rendit të ri, ndryshimit të rregullave të vjetra dhe daljes transformimit në rendin e ri, por rendi i ri nuk ka emër. Kjo është më rëndësi të kuptohet. Nuk është më rëndësi sepse mos harrojmë, rendi e don një nomenklaturë. Nomenklaturë nuk ka në kuptimin e emrit, e filozofisë që mban. Është shpërndarje ose risk i shpërndar ose pasiguri i shpërndar që quajnë, dispersed uncertainty, në kuptimin që një entitet i superfuqishëm sikurse SBA duhet gjithsesi ta rikthejnë këtë 85 vjeçin e sakrificave dhe mundit edhe daljes së dollarit jashtë kufive amerikan për ta ushqyer botën, duhet rikthehet në një masë të madhe nëpërmjet imponimit të tarifave. Tarifat pra përdoren si metodë e re e cila është efektive, sepse nëse keni vrejt, të gjitha vendet të cilat janë përballuar me presidentin Trump dhe administratën e tij janë gjinjizuar në fund duke përfshirë edhe Kinën është duke afruar, sepse mund të ketë marrëveshje Kinë-Amerikë, por marrëveshja duhet shkojë në favor të Amerikës, sidomos në mbrojtjen e disa aseteve të rëndësishme, e mallrave të rëndësishme dhe komoditeteve të rëndësishme, por mineraleve në veçanti, sepse fundit Amerika të gjithë peshën tashmë ka vendosur në shpresën dhe optimizmin në teknologji, sepse është pikërisht teknologjia që sot ta bën të mundur ty interceptimin e raketave të armikut, njohjen
njohjen e tendencave të armikut përpara se armikut të ndërmerr masa, nëpërmjet AI, nëpërmjet quantum. Edhe në anën tjetër mos harrojmë se DARPA si sistem ka ekzistuar brenda Pentagonit në vitet 50-ta, 40-ta, 50-ta, 60-ta, 70-ta, një grumbull, një tuf eksperimentesh edhe zbulimesh inovative të asaj kohe që kanë qenë, si temi po t'i thoje dikuj se çka ka ndodhur në sistemin, në projektin e DARPA-s. Në atë kohë të gjithë thonë kjo është jashtë çmenduri, domethënë është çmenduri, domethënë në aspektet të cilat po t'i lexoni sot kanë përbën një farë lloj sensi, kanë një farë lloj kuptimi, por në atë kohë kanë qenë jo veçanatem, po kanë qenë jashtë normales. Përderisa një Amerikë e cila ka pas një DARPA të atij lloji, modelit i cili është ndjekur dhe është implementuar deri diku edhe në mënyrën se si është ndërtuar teknologjia ushtarake amerikane. E del Kina pas sa viteve edhe e avancon, e shton dinamiken e zbulimeve të tilla që sot e bën DARPA-n të duket sikur kishte si themi një qerë dhe fëmijësh, në fakt. Është element i rëndësishëm, është hyrje e rëndësishme në radarin tonë të normalitetit. Dikush më tha para diç, po kur do të kthehemi në normalitet? Pyetje me shumë vend, që shpesh herë kam menduar edhe vetë. Çka po ndodh, pse po ndodhin këto gjëra, kur do të kthehemi në normalitet? Unë besoj se duhet marrin shumë mësim nga kjo, në kuptimin që t'i bëjmë 3 gjëra në fakt. E para, ta pranojmë normalitetin e sotëm ose ta quajmë abnormalitetin e sotëm si diçka që është konsistente, ka me qenë konsistente. Nuk kemi më që nesër ose të hanën e ashmen me mëngjes, edhe gjëja e parë që do të bëjmë, do të themi edhe do të projektojmë që krejt paqen e botë do bizetroj, të gjitha gjakrat kanë mu shujt, njerëzit nuk kanë mu armiqësu, edhe ti do shkosh në punë e ketë garantume udhimin për në punë ose për një angazhim tjetër që ki ditore, gjithçka është në rregull. Nuk funksionon ashtu. Nuk do të funksionojë ashtu. Është sikurse njerëzit, qytetarët e shekullit 19, kur me llojin e vetdijes që kanë pas, me cilëtetin e vetdisimit që kanë pas në atë kohë, mos harrojmë një ekosistem krejt tjetër ku shkollat akoma nuk ishin të krijuara. Kisha dhe me thonë si temi monumentet kryesore fetare ishin në drejtim të proceseve shoqërore dhe të sistemi shoqëror në përgjithësi, vetdia ishte shumë më ulët, por në atë kohë pritshmëritë ishin shumë më të mëdha që normalitetit pranohet si diçka që është e dhënë, është e garantuar. Ti e zgjur në mëngjes, e ke marrë qumshtin, e ke qu në pazar e ke pas kerrën me kali, si që themi në Kosovë, ose e ke bo një shërbim me një biçikletë ose diçka, domethënë ka qenë mundësit tuja për me hap horizontet e vetëdijsimit kanë qenë tepër të vogla, edhe ambicia e trurit, domethënë ambicia ndër vetdia me ambicie ka qenë tepër e vogël. E hasim atë për shembull në Middlemarch, në George Eliot, librin e George Eliot, ose në veprat e Charles Dickens. E hasim në veprat e ato që i ka shkruar Karl Marx, për shembull. Ato që i ka shkruar Karl Marx sot nuk kanë ndonjë sens si themi inovativ ose diçka që duhet të shpallet si punë gjeniale, por për atë kohë brenda atij ekosistemi kur ka operu Karl Marx, Dickens, Darwini, George Eliot e shumë shkrimtarë, autorë tjerë, shkencëtarë tjerë, nuk ka ekzistu pikërisht kjo dinamik, ky trend, ky rapiditet e lëvizjeve që kemi sot. Nuk ka ekzistu. Mas pare nuk ke pas teknologji dinamike lëvizse në formën vizuale nëpërmjet televizionit ose edhe nëpërmjet radio. Radio ka ardhur në fundin e shekullit 19, fillimin e shekullit 20 dhe atëherë ka qenë si themi produkt i mbizotrum
edhe i pronësum vetëm në dorën edhe shtëpitë super të pasurve. Njëjtë me televizion, vitet 60-ta, 70-ta, nuk i ka pas gjysmën e botës me televizion. Pra, në këtë kontekst, desha të them që ku ma bëre ai personi pyetjen kur do të kemi normalitet, në pyetje me shumë vend, në fakt përgjigja është lexojmë në histori, mësojmë nga historia, ta kuptojmë se çka na thot historia, në mënyrë që të na diktoj, sepse term tepër i fuqishëm, po na jep një farë lloj sensit, orientimit, drejtimit ditor. Unë mundon ta bëjmë këto me tregje, po në anën tjetër duhet ta bëjmë gjithë me aspekte ndryshme, sepse prap ai sensi i vet kontributit për shoqërinë, për rrethin ku je, për ekosistemin ku operon, kudo që jesh, është i rëndësishëm. Është i rëndësishëm, pra si që thash më herët, insane edhe sane, këto dy koncepte të kuptohen mirë në mënyrë që të qëndrojmë mirë me sane, me atë normalen, që gjithçka të merret jo me sportivitet në kuptimin që duhet reagosh ose duhet kesh një masë efektive të reagimit për të bërë një veprim të caktuar, por të jesh, të jesh proaktiv në dallimin në mes të që kjo është normale, edhe që kjo është të bo normale, sepse nuk ka më abnormalitet. Që njerëzërlëku është tashmë si staze stancë e akseptueshme në këtë stazën njerëzore të sotme. Pra duhet ta kuptojmë që gjithçka që ka qenë kundëthënëse, gjithçka që ka qenë e pa imagjinuar, gjithçka që ka qenë biprodukt, edhe mbi produkt i diçkaje që nuk ka qenë menduar ndonjëherë, ose që është menduar vetëm nga njerëzit, nga shkencëtarët, nga shkrimtarët, nga poetët e tjerë, sot ajo është norma. Po veç duhet ta dallojmë edhe një gjë shumë të rëndësishme këtu. Në mes të asaj që ka ndodhur gjeopolitikisht, në mes të asaj që ka ndodhur ekonomikisht, financarisht, politikisht, edhe sociologjikisht, duhet të jemi kujdes që kur ta bëjmë dallimin, ta kemi si themi një farë lloj sensi të normalitetit në dallim. Për shkak se për shembull krimet, vrasjet, tentimvrasjet, grabitjet e tjera këto mund të konsiderohen si aspekte të abnormalitetit që duhet të pranohen si normale, por jo të pranohen si proces i personalizimit të ambicieve, i personalizimit të bërjes asaj që ti je shumë ma burr ose ma grua nëse e bën një veprim i cili është me të vërtet abnormal, që është se themi është një superstrukturë tjetër të mendumit që shumë njerëz ndoshta e përjetojnë si veti e vetme, ose si arma e vetme që e kanë në jetë, e që nuk është e vërtetë. Sepse horizontet tona janë shumë më të nda. Ndoshta nuk e keni eksperimentuar, se dikush për jush që e keni eksperimentuar, është ai rregulli i 10.000 orëve, që më duket Gladwell e ka zbuluar, ose e ka, si të themi, potencuar në librat e tij, Tipping Point, Goliath David, Goliath e tjerë, ku thotë që praktikimi i një gjëje për 10.000 orë, kur ti kalon 10.000 orë, ndjehesh shumë më konfident. Nëse nuk e besoj tamam ashtu literalisht, por e besoj praktikën edhe konceptin që 10.000 orëshi është një sistemim i mirë i renditjes së veprimeve të përditshme, i monotonisë, i strukturimit monotonisë në atë formë që do ta bëj të mundur ty të jesh më ose më e suksesshme në veprimet tua, në punën, në profesionin, në karrierën, në ambicjet e tjera. Pra, nëse kemi shumë probleme sociale, ekonomike, politike, një geopolitik që është tërkohë në eksplozion, e ka një shpjegim. E shpjegimi është pikërisht njohja e historisë sonë, është kuptimi edhe pranimi i një realiteti tjetër që është i drejtuar prej teknologjisë,
Por në anën tjetër është edhe ajo ndërdia, ndërvedia jon që kemi më tepër ambicie se sa që kemi infrastrukturë për ta realizuar. Për shembull, veç merre produktin e inteligjencës artificiale sot. Një ekosistem i pafundi mundësive që gati 80% e njerëzve përdorin keq. Por si produkt, si sistem, si strukturë e rëndësishme fizike edhe digitale jona për diçmërisor, na ofron mundësi pa kufishme për ta eksploruar botën gjithandej. Por edhe kjo i ka limitet e veta, sepse është edhe fiziologjia jonë që ka limite sa duhet të pranoj. Si informata, po ashtu edhe dituni. Prandaj, për ne është e rëndësishme që të rrim sane në një botë që është insane. Një botë, domethënë, të jemi normal në një botë që është e çmendur, kuptimin e çrregulluar, sepse ky ky çrregullimi e ka një lloj stili. Stili i këtij çrregullimi është më fundamental kuptimin që shtin me mendu. Shtin me mendu se ku jam, ku duhet jem e ku do t'jem. Kjo është edhe një trajnom i rrezikshëm për shkak se mundet me kriju tensione të brendshme tek njerëzit në mënyrë që më ardh deri te një përgjigje më efektive, që unë duhet më kon doktor, në jam moshën 25 vjeçare, nuk e kam kry shkollën e mjekësisë, ku për mua çka më ka ndodhur, ose kom investu në bitcoina vjet, sot si vjet i kom humb gati krejt ku çka më ka ndodhur, ose kom që më tu shumë, e kom një mundësi tashti që është më ardh, e du më thtu, për shkak se kjo është burimi i vetëm i lumturisë teme, për shembull. Që është trend bukur i rëndësishëm, sidomos mesin e trive tona ku rrejt. Trimëve të sotëm, jo vetëm tanët. Udhëtimi, nevojat për të udhëtuar, në besoj që udhëtimet me të vërtetë janë një farloj terapie e rëndësishme, por është edhe një farloj profesioni në vete, është një farloj procesi që kur futesh në udhëtim, nuk është vetëm aq procesi i lumtur. I ki vështirësit prej dokumentacionit, pasaportës, limitet kufizimet ku kemë shku, blerën e biletës, aspektet fizike, futje në aeroport, dalje nga aeroporti, arritja deri te destinacioni, domethënë nëse i merr si orë tana, ty të merr gati 24 orë, një ditë, nëse është udhton për 3-4 ditë, domethënë 2 ditë, veç 2 ditë i ki të lumtura, nëse e shoh. Në ndërkohë i ki të merr deri te kuptimin që jo ke vujtje trashanike, kështu, po i ki ato baticat, të cilat janë pjesë e çasaj eksperience. Po kjo është shumë e rëndësishme për shkak se injorohet nga shumë një masë njerëzve, për shkak se gjithë duam të jemi të lumtur. Kjo është ambicia eme, tash e kam një mundësi, dua të jem të lumtur, dua të udhtoj. E mora si shembull. E njëjtë përdoret edhe në financë, në bërjen e paras. Ka njerë ambicia tetë e madhe, edhe ajo far drivability, si që dhe mund, ajo far shtytja për të bërë para, për të konsumu shumë të mira materiale, çon në një mas ku ambicjet e te i kalojnë mundësin e horizonteve që i ki. Sepse për të bërë para janë shumë elemente që duhet bëhen, që janë pjesë e jotja. Edhe nuk ka diskriminim moshe këtu, ose kohë, ose epoke. Në çfarë do moshe, çfarë do epoke, çdo kush e arrin suksesin e duhur, por nuk është edhe aq e lehtë siç e mendojmë edhe ne, sepse ambicjet tona na bëjnë të mundën. Ndërvedia jon na thotë që është e mundur, you have to do it. You can do it. You will do it. Domethënë janë 3 koncepte të cilat nëse i shpërndanin mendjen tënde, edhe i përbën si pjesë kryesore të ambicjeve tuaja, çojnë deri diku. Po sa janë të realizueshme efektet materiale, atë është një pyetje tjetër, po do të thonë që edhe ajo ka një proces të vetin. Mas pari është kondicioni mendor, mental, sa ki durim, sa i durushëm. E dyta, me zgjedh me bo për zgjedhjet cilat janë vështira.
duhet me fillu diku në bazë. Unë kam pas nda një historie para 2 vjetësh, që unë kur kam qenë në Kosovë, në moshën 12 vjeçare kam dalë në tezga, kam shit brusfaltera, si që theshim në atë, e gjinca, e majica, e gjana tjetër, 12 vjeçare. Kam shit qyfte qebapa në qebaptorët e dajtë min në pej, për shembull. I kom njek pazar, si që themi ne në Kosovë. Isha teenager, po shkoj. E njekësha dhe shkollën, natyrisht nuk e kom lënë anash, nuk kom qenë student zanci shkëlqyshëm në shkollën fillore, po shkollën e mesme kam qenë shumë i kapshëm, shumë dinamik, shumë i dashtëm për shkollën, për shkak se letërsia kanë qenë 2-3 profesorët me të cilëve do t'i ve kohë t'i falenderoj edhe kështu në mënyrë edhe më publike. Po ajo kohë, domethënë, 12 vjeçar, një 12 vjeçar, nuk kam qenë i vetëm. Kam pas gjeneratës teme që shitëshin duhan për shembull në Gjakov, në pazar, bëshin deviza, domethënë punë me deviza, moshën 12-13 vjeçare. Në Angli e fillon me lavazh, e fillon me restorane, e fillon me shoferllëk, e fillon me siguri, me roje, me lloj punësh përpara se vjen te ajo pika kur je i kënaqur ose e kënaqur, sepse fundi i fundit mirat materiale, burimi të mirat materiale është një element shumë i rëndësishëm për nivelin e lumturisë që do ta kesh më vonë. I keni pa drug dealerat, ose drug dealers, që njihen, dealerat e drogës, përfundojnë, shumica atyre përfundojnë me vdekje. Ose përfundojnë në burg, ose përfundojnë me fatkeqësi ndryshme, ose përfundojnë me humbje, ose me vetë marrjen edhe konsumimit të drogës, për shkak se koncepti, filozofia e burimit të paras, e mirave materiale që ai ose ajo i ka fitu, e ka, na e thomin anglisht, disturbed the framework, e ka pengu gjithë arkitekturën e të mendurit atij personi. Për shkak se burimi i atyre të ardhur nuk ka qenë burim i kënaqësisë tënde, por ka qenë burim i shtytjes tënde. Shtytjet psikodelike, shtytjet tjera natyrisht janë të efektshme, por a kanë substancë, ato mbeten natyrisht e ardhmja jote ti tregon. Sot jam shumë më i lumtur që kam punu gjithçka. Harrova me përmend ndërtimtari në fakt, se sa jam marrë me gjëra të cilat nuk kanë qenë substanciale për mu, shpirtnisht, e psikologjikisht, edhe materialisht, por ma kanë sjellë një komoditet material. Jo, më i lumtur jam se e kam fillu prej bazës edhe herët. Jemi sot në një ekosistem më të komplikuar. Të gjitha këto e përbëjnë atë bushllëkin individual, që domethënë e efektojmë shumë natyrën jashtë neve. Tensionet globale, tensionet përditshme janë reflektim i tensioneve të brendshme tonat, të eksplorume edhe të pa eksplorume. Ka çdo më thon për sot? Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj. Ditë mbar, shihemi herë tjetër.